Qendra Kombëtare e Urgjencës Mjekësore në Vlorë, punimet me ritme të ngadalta. Edhe pse sot është ditë e njëjtë dhe në fakt kantieri duhet të kishte punëtorët për të vijuar punën për godinë në fjalë, në fakt ka vetëm heshtje. Bëhet fjalë për një godinë mjaft të rëndësishme që do të shërbejë Qendrës Kombëtare të Urgjencës Mjekësore për gjithë rajonin e Vlorës, megjithatë, me ritmet me të cilat po punohet, duket se afatet nuk do të respektohen. Vlera e këtij projekti është në rreth 120 milion lek. Megjithatë, ajo që mbetet për të përmendur lidhet me faktin se nuk ka një afat të nisjes dhe përfundimit të punimeve, për të bërë të ditur se kur ky projekt do të jetë gati. Punimet për ndërtimin e godinës së urgjencës kombëtare në Vlorë po ecin me ritme të ulta, ndërsa ende nuk ka një afat të qartë për përfundimin e këtij projekti të rëndësishëm. Investimi i cili konsiderohet mjaft i rëndësishëm për të gjithë rajonin e Vlorës dhe zonën e jugut të vendit, ka një vlerë për rreth 120 milion lekësh të rinj. Megjithatë, në tabelën informuese të vendosur pranë kantierit të ndërtimit, mungojnë të dhëna të rëndësishme si data e nisjes dhe ajo e përfundimit të projektit, duke i krijuar paqartësi për ecurinë e punimeve. Punimet për këtë godinë nisën disa muaj më parë dhe ajo që vije të re aktualisht është se progresi në teren duket i kufizuar. Edhe këtë të njëjtë, kantieri i ndërtimit është parë pothuajse i boshatisur nga punëtorët, fakt që ngre pikpyetje mbi ritmet reale të punës dhe respektimin e afateve për realizimin e projektit. Deri më tani është ngritur vetëm një pjesë e strukturës së godinës, ndërsa në ditët e fundit duket se punimet kanë ndaluar përkohësisht. Banorët dhe qytetarët e zonës shpresojnë që ky projekt të përfundojë sa më shpejt, pasi pritet të përmirësojë ndjeshëm shërbimin e urgjencës për Vlorën, por edhe për gjithë jugun e vendit. Megjithatë, me ritmet aktuale të punimeve, mbetet ende e paqartë se kur kjo godinë do të përfundojë e do të vihet në funksion të qytetarëve. Përfundimi i kësaj në kohë është thelbësor pasi pritet të rrisë kapacitetin e shërbimit të urgjencës dhe të ofrojë një reagim më të shpejtë e më efikas në rast emergjencash për të gjithë rajonin.